A ju ka ndodhur ndonjëherë që të shikoni një film horror dhe papritur të shfaqet ajo shpreha që bazuar një histori të vërtetë? Dhe shpeshherë njerëzit kur lexojnë këtë frazë ose shikojnë këtë frazë, frika e tyre rritet automatikisht, sepse ndonjëherë ajo që ka ndodhur në realitet është më e frikshme se sa një skenar filmi. Dhe pikërisht sot dua t'ju tregoj historinë e vërtetë që ka shërbyer si frymëzim në një nga filmat më të tmerrshëm të quajtur Veronica. Gjithçka fillon me Stefani Gutierrez Lazaro. Fatkeqësisht nuk dim shumë për të kaluarin e saj, kur lindi apo çfarë bënte kur ishte e vogël, por dim fiks vitin kur filloi e gjitha kjo histori. Dhe pikërisht në mars të vitit 1990 në Spanjë, në qytetin e Madrid. Ndodhemi në periferi, në juglindje të kryeqytetit spanjoll, në zonën e quajtur Vallecas, një lagje e qetë mjaft e gjallë dhe pikërisht këtu jetonte Stefani, e cila ishte pjesë e familjes Gutierrez Lazaro. Fatkeqësisht familja e saj kishte një gjendje ekonomike shumë të vështirë, por gjithsesi atë ngushëllimin e gjenin tek feja e krishterë. Stefani ishte shumë apasionuar pas fesë së saj. Imagjinoni aq shumë apasionuar sa që filloi që të interesojë për ezoterizmin, për shpirtra, gjërat paranormale. Nuk dihet saktësisht se si ka lindur ky pasion i saj për këto gjëra, por duke u bazuar tek feja e saj, besoj që gjithçka ka nisur pikërisht nga këtu. Që në moshën 16 vjeçare, ajo tashmë është e zhytur në këtë botë, saqë shpesh flet me shoqet e saj për fen, me motrën e saj Marinela, do të di çdo gjë për fen e saj, gjithçka, çdo gjë që lidhet me të. Dhe një farë mënyre ajo nuk e di që ky interes i madh që kishte për fen më vonë do të shndërrohet në dënimin e saj. Në mars të vitit 1990, Stefania së bashku me motrën e saj ndjekin një kolegj murgeshash. Dhe pikërisht në atë kolegj, së bashku me disa shoqet e saj, një ditë vendosin që të bëjnë një lojë paksa të pazakontë. Dhe nuk bëhet fjalë për këto lojë që bëjnë adoleshentët e vërtet apo sfidë, por bëhet fjalë për një lojë shumë të rrezikshme dhe për një lojë shumë të frikshme që besoj që shumica nga jush e kanë dëgjuar jashtëzakonisht shumë dhe quhet Ouija. Por ka persona aty jashtë që ndoshta nuk e kanë dëgjuar, ndoshta nuk e dinë dhe për këtë arsye më lini ta shpjegoj se si zhvillohet e gjithë loja. Bëhet fjalë për një tabelë ku janë gdhëndur shkronja dhe numra, si dhe pjesët po dhe jo, dhe fjala lamtumir. Zakonisht ky mjet përdoret për të kontaktuar entitete paranormale, demon, shpirtra, persona të vdekur, medium dhe për të komunikuar me ta. Për këtë, përdorin një tregues i quajtur planchet, një lloj shigjete me një vrim ose lente për të parë përmes. Të gjithë pjesëmarrësit vendosin duart mbi të për të komunikuar me pranin. Natyrisht shumë njerëz shtiren dhe lëvizin treguesin qëllimisht për të trembur të tjerët ose për arsye të tjera. Disa madje përdorin edhe magnet për ta bërë atë gjë sikur lëviz vet. Për më tepër, tabela Ouija përdoret shpesh edhe nga njerëzit që manipulojnë psikikën e brishtë të tjerëve, gjë që është vërtet e neveritshme. Kjo është pak a shumë një përmbledhje e asaj që bën tabela Ouija. Pra pak a shumë është një lloj ure që mund të komunikosh me entitete të ndryshme. Por ka persona të tjerë që këtë lloj tabele, pra këtë lloj loje e përdorin për përfitimet e tyre vetjake. Duke qenë se Stefania ishte një 16 vjeçare, le të themi shumë e veçantë për kohën dhe ishte shumë e apasionuar pas këtyre gjërave, në atë kohë tabela Ouija ishte e njohur për njerëzit, por mbi gjitha ishte e njohur nga të rriturit. Shumë ishte një gjë, le të themi, shumë e vështirë që të njiheshte nga fëmijët ose adoleshentët. Por duke qenë pra që siç u thash, Stefania ishte shumë e apasionuar pas këtyre gjërave, pra pas okultizmit, vendosi që pikërisht atë ditë në mars të vitit 1990 të provonte, pra të bënte lojën Ouija së bashku me shoqet e saj. Nuk dihet në fakt arsyeja se pse vendosi që ta bëj këtë lojë, sepse nuk ka shumë informacione, por dihet që ka qenë diçka e planifikuar sepse këtë tabelë, pra këtë lloj loje e kishte sjell pikërisht nga shtëpia dhe pikërisht për ta luajtur atë ditë, pra së bashku me shoqet dhe motrën e saj. Gjithsesi, duke marrë parasysh moshën e saj, pra që ishte 16 vjeç, thjesht ka dashur që të luajë. Dhe pikërisht atë ditë së bashku me motrën dhe shoqet e saj vendosin që të luajnë.
luajnë. Por motra e saj Marinela qëndron tek dera pra për të bërë për të parë që nëse ndonjëra nga murgeshat po vinte atje të lajmëronte vajzat e tjera. Kështu që Stefania së bashku me shoqet e saj ulen rreth e rrotull tabelës dhe fillojnë që të luajnë. Por duhet thënë që nuk është se komunikojnë konkretisht me një shpirt ose diçka paranormale. Dhe mbi gjitha as nuk e mbyllën komplet seancën, pra as nuk mbyllën komplet lojën, sepse aty papritur futet një murgesh dhe i kap në flagrancë duke luajtur pikërisht me këtë lojë. Pra imagjinoni faktin që jemi në një institut katolik. Imagjinoni se sa të rrept janë institutet katolike dhe mbi gjitha murgesha kap vajzat duke luajtur me këtë lojë demoniake, me këtë lojë të frikshme që pra në atë kohë ishte xha e njohur, pra imagjinoni tmerrën që ka pësuar murgesha në atë moment. Murgesha hyn menjëherë në klasë, merr tabelën e uja dhe e thyen atë menjëherë në 2 pjesë përpara syve të vajzave. Por ajo që ndodh më pas është jashtëzakonisht shumë e çuditshme. Sipas deklaratave që bëjnë shoqet e Stefanias, ato thonë që në momentin kur thyhet tabela, nga tabela del një lloj tymi i bardhë, një lloj gazi, pra nuk kuptohet mirë se çfarë ishte. Por pikërisht këtë tym Stefania e thith pa dashje. Por ato nuk arrin të kuptojnë se çfarë ndodhi, pra ishte e vërtet ajo që ndodhi apo jo, sepse çdo gjë ndodhi me një shpejtësi jashtëzakonisht, le të themi, shumë të shpejt në punë sekondash dhe nuk janë të sigurta nëse ajo që pan ishte e vërtet apo thjesht ishte një fryt i imagjinatës së tyre. Edhe për Stefanian ishte diçka që nuk arrinte dot të kuptonte plotësisht situatën. Edhe pse e thithi atë lloj tymi të bardhë gabimisht, prap nuk arrinte të kuptonte pra nëse e thithi apo jo. Nuk e di nëse besoni tek paranormale, tek historitë me shpirtra apo diçka tjetër, por në çdo dokumentar që shkruhet në lidhje me këtë histori, thonë që në momentin që u thye tabela Ouija dhe në momentin që Stefania thithi gabimisht atë tymin e bardhë, jeta e saj ndryshon jashtëzakonisht për keq. Por kur them jashtëzakonisht për keq, ndryshon 360 gradë. Dhe pikërisht këtu fillon të merri i vërtet i kësaj historie që do të njihet si rasti Vallekas. Shumë prej jush mund të mendojnë që Stefania në këtë moment ka thithur një lloj shpirti, një lloj demoni në trupin e saj. Por edhe personat të cilët ishin skeptik fillojnë që të reflektojnë mbi këtë lloj gjëje, sepse thonë që si është e mundur që ajo thithi diçka misterioze në momenti kur tabela Ouija u thyje. Pra, edhe nëse ti tani për shembull je një person që nuk se beson shumë tek paranormalja, kjo lloj gjëje, ky lloj detaji, le të themi, është diçka që nuk se të lë shumë të qetë. Por çfarëdo lloj gjëje që të ke qenë kjo, posedim, suggestion, një gjë është e sigurt, jeta e saj ndryshon rrënjësisht. Ajo bëhet një person shumë agresiv, lëndon veten e saj, lëndon të tjerët rreth rrotull, fillon që të vuajë nga pagjumësia, shikon halucinacione, ka kriza epileptike. Prindit e saj mundohen që ta ndihmojnë me çdo lloj gjëje që të jetë e mundur, e çojnë te mjekët, por mjekët nuk kanë një përgjigje, nuk kanë një lloj diagnoze, sepse ka simptoma të paqarta dhe mbi gjitha nuk ka një shpjegim për këto simptoma. Në thelb, mjekët thonë që ajo mund të ketë gjithçka, por edhe asgjë. Në këtë pikë, halucinacionet e saj rriten akoma më shumë, bëhen akoma më të rrezikshme, sepse ajo fillon që të shikoj forma të çuditshme, gjëra që nuk duhet të ekzistojnë dhe thonë që këto persona, pra këto lloj formash e vizitojnë atë natën, mbi gjitha kanë një mantel përpara fytyrës së tyre dhe i thonë asaj që të shkojë me të. Dhe nuk ose ja kërkojnë me mirësjellje, por e urdhërojnë. Përveç kësaj, Stefania fillon që të shikojë dhe kafshë të deformuar, figura të tmerrshme dhe këto gjëra nuk i shikon vetëm kur po flen gjumë, por edhe kur është zgjuar, kur është e vetëdijshme, kur ndodhet në sallën e ngrënjes. Ajo thotë që këto të figura të tmerrshme ndodhen përgjatë korridorit të shtëpisë, mbi gjitha janë fshehur pas dyerve të shtëpisë dhe gjatë gjithë kohës po e vëzhgojnë atë. Dhe pikërisht këto momente ankthi të alternuar me gjëra të tjera e bëjnë vajzën që të qëndrojë e palëvizshme duke ngulur syt në zbrazdi. Dhe pikërisht janë këto momente që e lën familjen e saj me gojë hapur. Ndonjëherë vajza fillon të qetë të fliste për gjëra që as nuk duhet të njihte. Prindjet e saj pretendojnë që e kanë parë vajzën e tyre duke qëndruar pezull në ajër. Nga ana tjetër, vajza fillonte të qeshte nga hiqi me një të qeshur histerike, ishte një lloj e qeshje aq e tmerrshme, saqë duket sikur një person tjetër po përdorte trupin e vajzës për të bërë atë lloj qeshje
të llatarshme, atë lloqeshje aq histerike dhe të tmerrshme në të njëjtën kohë. Brenda 4 atyre mureve tashmë askush nuk është i sigurt dhe kuptoni që Stefania nuk ishte fare e sigurt dhe mendoni që ajo ishte vetëm 16 vjeç, ishte e tmerruar dhe mbi gjitha ajo nuk donte t'i bënte ato gjëra. Por edhe sikur donte pra që ishte ajo që i bënte ato gjëra, ishte e pamundur që t'i bënte të gjitha vetë, ishte e pamundur që të realizonte në atë lloj mënyre, sepse tashmë nuk ishin gjëra që preknin vetëm Stefanian, po preknin shtëpinë, preknin familjarët e tjerë, dhe kjo gjë ishte paksa e pamundur. Por brenda atyre mureve filluan që të ndodhin gjëra të çuditshme, objekte që lëviznin vetë, dyert që hapeshin edhe mbyllin. Mbi gjitha familjarët thonin që shikonin gjëra natën që zvarriteshin nëpër muret e dhomës. Nga ana tjetër dëgjonin zëra ulërimës, pra thirrje ulërime që vinin nga fundi i korridorit. Dhe pikërisht këto gjëra që zvarriteshin natën nëpër mure, familjarët e tyre shpesh thonin që zhdukeshin, shpeshherë thonin që ato gjëra të pazakonta që ndronin aty i kapnin nga këmbët, i kapnin nga kyçet e duarve dhe mbi gjitha u lenin mavijosje. Në këtë pikë askush nuk e di se çfarë të bëjë, nuk di si të veprojnë, nuk di se çfarë të mendojnë dhe vetmja gjë që bëjnë është ta çojnë vajzën nëpër mjek të ndryshëm. Por asnjë nga mjekët që kanë çuar nuk e jep dot një diagnozë të saktë. Okej, Stefania kishte disa shenja le të themi të diagnostikueshme, por asnjë nga këto shenja nuk shpjegonte faktin e gjërave që po ndodhin rreth saj dhe mbi gjitha brenda në shtëpi. Por a është e mundur që gjithë familjarët të jenë të gjithë të sugjestionuar dhe nëse është kjo, pra nëse është kjo arsyeja, por si mund t'i shpjegojmë objektet e thyera, do thoni ju persona që ngrihen sonambul mund të thyen objekte. Okej, por pse e kanë vënë re vetëm tani dhe jo më përpara? Dhe mbi gjitha mund ta bënin për vëmendje, ndoshta po, por me çfarë lloj përfitimi, sepse në fundit nuk kishte asnjë lloj përfitimi. Gjithçka është e çuditshme, e frikshme, ka 1001 pyetje për këtë histori. Por duhet dini që personi më i friksuar në këtë histori është vetë Stefania. Është vetë Stefania, sepse siç u thash është 16 vjeç, ajo e gjora nuk kupton se çfarë po ndodh, nuk arrin dot ta ndaloj këtë gjë dhe mbi gjitha u thot familjarëve të saj se ndjen diçka brenda vetes së saj. Është një lloj force aq e madhe sa që shkakton këto probleme që po ndodhin rreth e rrotull. Tashmë e dim që ajo ishte e pasionuar pas okultizmit paranormales, kështu që me siguri edhe vetë ka menduar që mos është nga një demon, por ndoshta nuk donte të pranonte ose të paktën nuk donte ta shprehte hapur atë. Stefania në këtë pikë nuk dinte më se çfarë të bënte. Ishte e vetmuar, ishte pa shpresë, nuk jepte dot një shpjegim gjithë kësaj që ç'po ndodhte. Imagjinoni që mendonte që kishte një posejdim demoniak, por edhe sikur mos kishte një posejdim demoniak, po ishte diçka e psikikës së saj, imagjinoni ferrin që vajza po përjetonte. Pra, mendoni, vendoseni veten në vendin e saj për disa minuta, si do të ndiheshit. Besoj që do të ishit të tmerruar dhe mbi gjitha njerëzit rreth rrotull do të thonin që ti je posejduar, ke demon, ke shpirtra brenda dhe imagjinoni veten që ndjeheni jashtëzakonisht shumë keq. Plus njerëzit që u thon këtë fjalë do të ishit për tokë, por edhe prindit e saj arrin që të mendojnë më të keqen për vajzën e tyre. Mendohet që sa më shumë rritet frika në shtëpi, aq më shumë kjo lloj pranie bëhet më agresive, bëhet më e fortë. Dhe pikërisht në këtë periudhë Stefania fillon që të bëj dëme të mëdha. Më 14 korrik të vitit 1991, ajo sulmon dhunshëm motrën e saj Marinela, duke e vënë atë për tokë, pra duke shtrirë për tokë dhe duke nxjerr shkum nga goja. Por pikërisht ditën e nesërme, më 14 korrik, Stefania pëson një krizë katalepsie dhe nis të dërgohet menjëherë në spital, por tashmë është në gjendje kome. Por fatkeqësisht 16 vjeçaria, nga e cila mund thuhet që nisi gjithçka, humb jetën pikërisht atë natë. Imagjinoni që as autopsia nuk arriti dot të shpjegonte vdekjen e saj, sepse fliteshe për një asfiksi pulmonare, por nuk kishin të sigurt. Por një gjë është e sigurt, Stefania tashmë nuk kishte në këtë botë, kishte shkuar në botën tjetër. Por për familjen e saj, gjërat paranormale në shtëpinë e saj filluan që të bëheshin akoma dhe më të forta. Nëna e saj fillon që të dëgjojë zërin e Stefanias nëpër shtëpi, sikur çirret, sikur përthorret për ndihmë, mbi gjitha dëgjon atë qeshjen e llatarshme të një burri të moshuar dhe duket që ky burr po përshkron muret e dhomës, dritaje që thyen, dyert që hapen edhe mbyllen, drita që ndizeshin edhe fikeshin, pra gjërat paranormale filluan që të bëheshin më të dhunshme dhe më të rrezikshme.
frikshme. Por edhe përpara se vajza të vdiste, në fakt gjithë familjarët kishin vënë re që kjo lloj pranie bëheshte më e fortë ose ndiheshte akoma më shumë në një dhomë të veçantë. Dhe pikërisht kjo dhomë e veçantë ishte banja, pra vendi më intim, dhe gjithë personat që futeshin në banjë ndjenin një lloj pranie ose ndjenin diçka ose ndjenin dikë që i prekte në shpatull ose i merrte frymë afër qafës së tyre, por kur ktheheshin asgjë nuk ishte aty. Dhe shpeshherë dera e banjës mbylleshte me forcë dhe nuk hapeshte për orë të tëra për asnjë lloj arsye. Por përveç kësaj ka ndodhur edhe episode të tjera të tipit që një natë nëna e Stefanias tregon që ndjeu diçka që t'i prekte këmbët edhe duart, por në momentin kur ndezi dritën, asgjë nuk ishte aty. Dhe mbi gjitha një natë tjetër motrat e Stefanias filluan që të ulërisnin të tmerruara, duke thënë që krahët e tyre ishin përplasur pas murit, por kur ndezën dritën, asgjë nuk ishte aty. Por duhet thënë që gjithë këto episode që kanë ndodhur, asnjëra nuk është më e frikshme sa ajo që ndodhi më 1 nëntor të vitit 1993. Tashmë kishte më shumë se 2 vite që Stefania kishte vdekur, dhe fotoja e saj ishte e varur në korridorin e shtëpisë së saj. Dhe papritur fotoja e saj merr flak, por pjesa që digjet është vetëm fytyra e Stefanias, pra nuk digjen objektet të tjera që ndodheshin rreth rrotull, nuk digjet korniza e fotografisë së saj, por digjet vetëm fytyra e Stefanias. Dhe si mund të shpjegohet kjo lloj gjëje? Por pas këtij episodi, familja vendos menjëherë që të therrasë policinë. Atë mbrëmje mbërrin detektivi Joseph së bashku me skuadrën e tij dhe ku mbërrin në shtëpi gjejnë familjen, pra të gjithë jashtë shtëpisë duke pritur në shi, sepse asnjë nga pjesëtarët e familjes nuk donte më të bënte në atë shtëpi, nuk donte më të hynte në atë shtëpi sepse ishin të tmerruar. Në këtë pikë agjenti së bashku me skuadrën e tij futen brenda në shtëpi dhe në fakt i gjithë raporti që mbajnë është një lloj mjet kulti, sepse flasin për dyert që hapen dhe mbyllen vet, drita që ndizen e fiken vet, zhurma që vijnë nga balkoni dhe në momentin kur dalin nuk ka asnjë lloj njeriu, një lloj lëngu i trash ngjyrë kafe që ndodhet mbi komedina, pra një lloj zhurme që vinte nga dollapet, objekte që thyeshin, objekte që lëviznin, dhe për policinë ishte gjithçka shumë e çuditshme dhe e pashpjegueshme. Por nuk mbaron me kaq, ndërsa janë aty, një kryq që më përpara ishte i varur në mur gjendet në tokë. Agjentët theksojnë se ai nuk ishte rënë thjesht, por ishte shkulur nga druri ku ishte fiksuar. Në mur dukeshin qartë 3 gërvishtje, 3 kthetra, sikur ishte shyer nga vendi. Më pas inspektojnë banjën, që sipas familjes ishte vendi më i infektuar, le të themi, i shtëpisë, por menjëherë sapo hyn aty, përjeton një lloj rënje të menjëhershme të temperaturës, saqë ndjejnë një ndjesi shumë të ftohtë dhe largohen menjëherë nga banja për të mos hyrë më kurrë, por largohen të trembur. Ndërsa agjentët largohen të tmerruar, ato janë të bindur që nuk mund të bëjnë asgjë për atë familje. Nuk ka asgjë që mund t'i ndihmojë ato, nuk ka asnjë ligj kundër demonëve. Por gjëja më e mençur që bën familja në këtë momente është të largohet nga ajo shtëpi dhe zhvendosen një tjetër apartament, por nuk dihet se ku. Dhe pikërisht në atë periudhë shtëpia e familjes Gutierrez shitet, por që nga momenti që familja zhvendoset në apartamenti tjetër, pikërisht në atë shtëpi nuk ndodhin më fenomene paranormale. Por me sa duket çdo gjë paranormale që ka ndodhur në atë shtëpi ose është dukur ose ka mbetur përgjithënjë me familjen Gutierrez. Siç u thash, kjo lloj historie ka frymëzuar filmin e famshëm Veronica, që nëse mos gabohem që nga viti 2013 tashmë gjendet në Netflix dhe gjithë personat që e kanë parë thonë që është filmi më i frikshëm i mundshëm. Unë e kam parë dhe mund të them që ishte goxha i frikshëm, sepse varet nga personi në person, disa mund thonë që nuk ishte i frikshëm, disa mund thonë që është i frikshëm, por unë për shembull thash që, ishte një film vërtet i frikshëm, por një gjë që më bëri përshtypje ishte që shumë skena i kishin egzageruar jashtëzakonisht shumë, pra që gjërat nuk kishin ndodhur pikërisht ashtu, por normale. Gjëra egzagerohet, dramatizohet që dali sa më e bukur dhe sa më horror të jetë e mundshme. Por tashmë ju e kuptuat që historia e vërtet e filmit Veronica, që vajza në fjalë quhet Stefania, nuk është aq spektakolare, le të themi, sa çepet në film, por mund të them megjithatë është më shumë e ndërlikuar. Ju çfarë mendoni? Fjala për ju, ma shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.